Nga 3 qershori, kur shfaq rasti i parë i mortajës së ruminantëve të vegjël në fshatin Domen të Postribës, nuk janë konstatuar raste të tjera. Kështu shpreh Andi Bilali, drejtori i shërbimit veterinar për rajonin e Veriut, i cili mbulon 3 qarqe, Shkodër, Lezhë dhe Kukës. Ai bën me dije se e gjithë zona u vendos në karantinë 3 dhe 10 kilometra, ndërsa ka kontrolle të përditshme në terren. Nuk ka patur raste të reja, madje as të dyshuara, teksa në qarkun e Lezhës dhe Kukësit nuk ka ekzistuar si problematik mortaja e ruminantëve të vegjël. Rezulton se situata është e qetë, ka një problematik të tillë. Rajonet, sidomos qarku Lezhë dhe Kukës, nuk kemi pasur asnjë problematik të tillë, por puna vazhdon çdo ditë për monitorimin e fermave në terren, për kontrollin edhe kapjen në kohë të çdo problematike që mund të jetë. Gjithashtu, po bëhet edhe ndërqetësimi i fermerëve në lidhje me shenjat e kësaj sëmundje, të cilët fermerët duhen të jenë të informuar, shenjat e kësaj sëmundje. Gjithashtu, rritjen e masave të biosigurisë në fermë. Bilali thekson se me urdhër të ministrit të linjës, nga 9 qershori është bërë bllokimi i lëvizjes së baktive të imta në të gjithë territorin, për çfarë do lloji arsyeja, ndërsa po monitorohen tregjet dhe akset rrugore nga grupet e punës. Ai shton se fermerët po zbatojnë këto kufizime të ndërgjegjshëm për rrezikun që sjellin për tufat e tyre, sidomos në aspektin e dëmit ekonomik. Drejtori Bilali thotë se kufizimet do të qëndrojnë në fuqi deri në fund të karantinës dhe nëse nuk do të ketë raste të tjera, ato do të hiqen, por vetëm pas një urdhri të ministrit të linjës.